Kam përfunduar punimet e kyçjes së rjetit të kanalizimit në fshatin Kondov të komunës Saraj. Sot në mënyrë solemne u bë dhe përurimi i këtij kanalizimi, i cili tashmë i ka prekupuar qytetarët 4 dekada me radhë. Kryetari i kësaj komune Beki Murati tha se ky projekt është investim i tërësishëm i komunës Saraj, por në këtë projekt nuk kanë munguar edhe ndihma e vetbanorëve. Bëhet fjalë për investim të tërësishëm të komunës Sarajit, ku komuna e Sarajit vazhdon edhe me projektet e radhës. Pas përfundimit të këtij projekti do të filloj edhe ndërtimi i rjetit të kanalizimit në vendbanimin Gërçec, pastaj edhe në vendbanimin Sfillare. Gjithashtu komuna e Sarajit vazhdon edhe projekte tjera në përmirësimin e infrastrukturës, qoftë asaj rrugore, qoftë asaj nëntoksore. Me këtë rast, ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti, i cili ishte i pranishëm në këtë eveniment, tha se ky bashkëpunim është shembull i mirë i pushtetit lokal dhe qeverisë. Uroj që përfundimisht kjo lagje këtu në Kondov është pjesë që mund të kyçet në sistemin e kanalizimit dhe është një shembull i mirë i bashkëpunimit mirë ndërmjet pushtetit qendror dhe pushtetit lokal në funksion të krijimit të kushteve sa më të mira për jetesë të qytetarëve të komunës Sarajit dhe kushteve infrastrukturore, kulturore, arsimore, investuese kështu me radhë. Banorët të kënaqur pasi që ndërtimin e këtij kanalizimi e kanë pritur 40 vite të plota. Elhamdulillah ma mirë. Falemnderoj komunës, falemnderoj këtë mahallës, falemnderoj këtë katundit që e ban këtë punë, e le pritëm çka gjatë, po u ban fundi e ardhë sikur. Mirë po, koha e rastit e shfrytzuam dhe i falenderojmë kryetarit komunës Sarajit Beki Muratit, edhe jemi shumë të kënaqur, ju falenderojmë të gjithëve. Ky projekt ka vlerën 1.5 milion denarësh, gjatësia e të cilit është 700 metra.